Përshëndetje të gjithëve miq të Kinotekës. Përshëndetje energjie sot në këtë të mërkur. Po jemi në qershor me Viola, ka filluar vera, ka filluar që javën e kaluar, po vazhdon tashti janë rritur temperaturat, e ka filluar plazhi, e pushimet e vetëm ne jemi këtu me dëgjuesit tan besnik. Po ne pushim jemi tanko. Po ne pushim jemi se neve bëjmë atë që duam, prandaj apo ja. Mirë se erdhët edhe në këtë episod të Kinotekës, ku si çdo të mërkur tjetër do të kemi plot sugjerime për të dhënë për ju, qoftë për filmat, qoftë për librat, po nga ana tjetër do të kemi edhe një të ftuar që besoj një pjesë të mirë tuajën do ta kthej pas në fëmijëri. Shumë e vërtet, sidomos sapo ti dëgjoni zërin, kam përshtypjen do të ju sjell shumë kujtime. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek i ftuari, ne kemi shumë për t'ju treguar. Tema e përzgjedhur për ditën e sotme është në fakt. Mendova se do më tregoje çfarë bëre. Mirë, në përgjithësi mirë. Ti çfarë bëre? Si ke qenë? Mirë edhe unë. Në një gjë interesante që do ta ndash me mua edhe me Jo, asgjë interesante. Isa boring që je. Shumë boring jam. Shumë boring je. Prandaj duhet ta bëjmë interesant këtë episod. Tema që kemi përzgjedhur për sot është drama sociale dhe politike dhe kemi disa filma mjaft interesant për t'ju sugjeruar, të cilët janë ballkanik, një pjesë e tyre. Megjithatë, përpara filmave, do të tregojmë se çfarë ka ndodhur në datën 11 qershor në botën e kinemas dhe të librit. Do ta nisim me 11 qershorin e vitit 1969, kur jepet premiera e filmit The Grit me John Wayne, i cili fitoi Oscarin e tij të vetëm për rolin e Marshall Rooster Cogburn. Pastaj vazhdojmë tek 11 qershori i vitit 1982 në një tjetër ngjarje. Jepet premiera e filmit The Extraterrestrial nga Steven Spielberg, i cili u bë një nga filmat më të dashur dhe më me ndikim në historinë e kinematografisë. Shumë e vërtet. 1975, 11 qershor, jepet premiera e filmit Nashville nga regjizori Robert Altman. Një film ky që u vlerësua për portretizimin e jetës dhe politikës amerikane përmes muzikës country. Dhe vazhdojmë në vitin 2023, kur mbahet festivali i parë letrar nga The Queen's Reading Room në Hampton Court Palace, me pjesëmarrjen e figurave të njohura nga e gjithë bota, po sidomos ajo e librit patjetër, sepse nuk ka se si të ndodh ndryshe. Mirë, do të kalojmë tani tek filmat, 5 filmat që ne sugjerojmë sa herë që është Kinotek në Sol, në valët e Radio Sol 89.0 FM, do t'i përmendim dhe pastaj do ndalemi pak më gjatë secili prej tyre. Do ta nisim me Underground i vitit 1995. No Man's Land i vitit 2001. The Death of Mr. Lazarescu i vitit 2005. Prometheus i vitit 2012. Dhe i fundit po jo për nga rëndësia, Tony Erdman i vitit 2016. Tani vazhdojmë të flasim shkurtimisht pak për përmbajtjen, pak për fitimet, se ne vdesim për shifra. Po sigurisht. Tani son apo tani s'është? Po, si të duash. Hajde bëjmë kujt i bjeri pesti. Okej. Nisi ti atëherë. Po nisun atëherë me Underground të vitit 1995 me regji nga Emir Kusturica. Një epik ballkanike që ndërthur komedinë absurde me tragjedin historike që tregon dy kontrabandist që fshihen në një bunker për dekada të tëra, duke besuar se lufta ende vazhdon. Underground është një alegori për mashtrimin, mitet dhe manipulimin politik. Me një buxhet prej $10 milion, ishte një nga bashkëprodhimet më të shtrenjta mes Evropës lindore, financuar nga Franca, Gjermania, Hungaria e të tjera vende. Është fitues i palmës së artë në Cannes në vitin 1995 dhe ka tërhequr patjetër një vëmendje të madhe ndërkombëtare për rajonin e përfshirë në luftë dhe sot e kësaj dite mbetet një kult klasik. Do të ngelemi në Ballkan, do të ngelemi sërish tek regjisor bosnjak No Man's Land i vitit 2001, Denis Stanović, një satir therrse mbi absurditetin e luftës dhe paaftësinë e politikës ndërkombëtare, ku dy ushtar, një bosnjak dhe një serb, mbeten të bllokuar në një hendek midis vijave të frontit të luftës. Skena ndërtohet si një teatër i hapur për gazetarë dhe organizata ndërkombëtare që sillen më shumë si spektator sesa si zgjidhës të problemit të luftës. Filmi pati një buxhet modest prej vetëm $2 milion. $2 milion, buxhet modest i thënë gjinse. Për atë film, po. Sigurisht. Por realizoi mbi $16 milion fitime, sidomos pas fitores së Oscarit për filmin më të mirë të huaj në vitin 2002, është një fitues Oscari pra. Një shembull i shkëlqyer i suksesit të një filmi politik me
për masa të vogla nga një vend ballkanik, por me ndikim shumë të madh. Dhe vazhdojmë tek I radhës The Death of Mr. Lazarescu I vitit 2005 me regji të Kristi Puju. Një dramë e ngjeshur dhe realiste ku një burr I moshuar endet me spitaleve pa marrë ndihmën e nevojshme, ndërsa sistemi shëndetësor e trajton si barë. Është një realitet që ndodh thuajse në çdo vend. Kjo kemi dëgjuar plot histori të tilla edhe në jetën reale. Me një stil gati dokumentari, filmi është një kritike e ashpër ndaj burokracisë, dehumanizmit dhe indiferencës institucionale. Është prodhuar me një buxhet prej vetëm 350.000 euro, por arriti që edhe për shkak të buxhetit të ulët krahasuar me filma të tjerë të bëhet një simbol I valës së re rumune, duke u shfaqur në mbi 30 festivale botërore, fitoi çmim në festivalin e Cannes dhe vlerësohet si një nga dramat sociale më të rëndësishme të Europës lindore. Mirë, do të shkëputemi tani nga Evropa lindore, do të shkojmë në Hollywood, atje ku regjizori I famshëm dhe I madh Ridley Scott ka bërë Prometheus në vitin 2012, një thriller filozofik që rikthen mitin e Prometeut në formën e një udhëtimi kozmik për të zbuluar origjinën e njerëzimit. Një grup shkencëtarësh ndeshen me forca superiore dhe kuptojnë pasojat e guximit të tyre për të sfiduar krijuesit. Filmi u realizua me një buxhet të madh, gati $130 milion dhe fitoi mbi $400 milion globalisht, duke provuar se një blockbuster mund të jetë njëkohësisht thellësisht mitologjik dhe filozofik, diçka që ndodh rrallë zakonisht për blockbusterat. Dhe shkojmë tani tek I fundi, Tony Erdmann I vitit 2016 nga Marian Aid, një baba përdor humorin, rolet dhe maskat për të çliruar vajzën e tij nga kthetrat e një jete të zbrazët korporative. Një tragjikomedi moderne që përzien klonin me filozofin dhe baban me mësuesin. Me një buxhet rreth 3.5 milion euro, filmi realizoi fitime mbi $9 milion. Sa lezetshëm edhe euro edhe dollari duam të gjitha. Është vlerësuar si filmi më I mirë në festivalet më të mëdha të filmit, duke përfshirë këtu festivalin e filmit në Cannes, Toronto apo Berlinale. Dhe është nominuar për Oscar dhe Golden Globe. Shuhet për tonin letrar, mizanskenat emocionale të gjata dhe rolin e maskës në marrëdhëniet njerëzore. Shumë interesant. E ne sa dalim nga shtëpit tona çdo mëngjes, un jam e bindur të gjithë e veshim një maskë. Sigurisht. Mirë, nuk kemi filma, vetëm filma, kemi edhe libra gjithashtu. Dhe do të vijojmë me një herë përmendim së pari faktin që do të kemi 2 libra si çdo episod tjetër, Zoti Presidenti vitit 1946 nga Miguel Ángel Asturias dhe pastaj më tej Otello, Arapi Vlorës si vitit 2014 nga Ben Blushi. Por të ndalemi tek Zoti Presidenti vitit 1946. Është një roman themelor I letërsisë politike dhe ekzistenciale që paraqet jetën në një regjim diktatorial të paemërtuar në Amerikën Latine. Përmes një stili poetik, plot me simbolik dhe tronditje të brendshme njerëzore, Asturias zbulon mekanizmat e dhunës, frikës, manipulimit që e shndrojnë në fakt njeriu në hije të vetvetes. Vepra është përkthyer në shqip nga Petro Zhejt, është një nga librat më të fuqishëm që trajton pushtetin si teatër I mizorisë. Ka ndikuar thellë në letërsinë botërore dhe ishte një nga arsyet kryesore që autori fitoi çmimin Nobel për letërsi në vitin 1967. Otello, Arapi Vlorës, viti 2014 nga shkrimtari Ben Blushi, është një roman që përthith elemente të Shakespeare-it për të rrëfyer një histori shqiptare në thelb, të vendosur në Vlorën otomane të shekullit të 16. Ngjarja eksploron konfliktet kulturore, xhelozin, pushtetin dhe manipulimin në një shoqëri të ndarë mes shqiptarëve dhe hebrejve, mes islamit dhe të krishterëve, mes burrave që sundojnë dhe grave që humbasin. Libri është vlerësuar si një nga më të mirët e autorit dhe ka fituar çmimin evropian për letërsi në vitin 2014, duke afirmuar autorin si një zët fuqishëm të letrave shqipe bashkëkohore që ndërlidh historinë me aktualitetin politik. Mirë, këto ishin edhe librat që ne sugjerojmë për ju. Edhe filmat I përmendëm pak më herët, ndërkohë që tani është momenti I hapësirës së parë muzikore në këtë episod dhe pas pak do të kthehemi këtu në studion e Kinotekës me një të ftuar që siç edhe ju tham më herët, besoj një pjesë të mirë tonën do ta kthej pas në histori. Por së pari shkojmë me Pretty Wings nga Maxwell dhe pastaj rikthehemi sërish këtu në studion e Kinotekës.
Ja ku jemi rikthyer sërish këtu në Kinotek në Sol, jam me Violën dhe me një personazh shumë të veçantë që do ta zbulojmë vetëm pasi të them që Viola, e di çfarë më kujton ky personazh që kemi në studio? Pak vite më parë, kur kemi qenë pak më të vegjël, ti e the që do na rikthej në histori. Unë përpiqesha që të imitoja zërin e dubluar të perandorit Cusco, se kishte shumë batuta, ishte shumë origjinal. Po perandori Cusco është vetëm një nga zërat. Një nga zërat, po, ka dhe shumë zërat të tjerë. Megjithatë unë kështu e kam fiksuar personazhin që kemi në studio, si perandorin Cusco në Shqip. Kemi të ftuar pikërisht Lorenz Kajën. Pizban. Madhëria juve. Edhe një herë. Mirëserdhët. Madhëria juve. Ky është lemuri. Madagaskari. Kjo është pritja e dur, mirë se erdhe, po si ke qenë një herë? Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi nga ana jonë. Në fakt ti nuk je thjesht dublues, pavarësisht se shumë fëmijë të mbajnë mend nga zëri që kanë dëgjuar, po ti je aktor, ti je regjisor. Kudo që flas, ku ta kemi dëgjuar zërin? Ku të kemi dëgjuar? Bra. Po, ata nuk dinë se cilin nga zërat të identifikojnë më parë. Cilin nga zërat? Unë më s'mbaj mend se kë. Po janë këta të identifikueshmit që po themi Perandori Cusco, Lemuri, Daffy Duck, Patoku Donald. Lorenz, të ndodh që gjatë ditës për shembull, duke qenë se ke dubluar shumë zëra, të dalësh nga vetja jote dhe të flasësh me zërin e një personazhi. Deri tani mbahem, nuk kam rrëshqitur, po si di. Mund të ndodh. Megjithatë siç nisa të thoja, se do vemi edhe tek dublimi, është një pjesë mjaft interesante. Por ti je regjisor, ti je aktor filmi, aktor teatri, pra ke një gamë shumë të gjerë, po them, artistike. Në fakt, unë doja që të njihja pak më shumë, bashkë me mua edhe publiku. A të kujtohet çasti kur the që do bëhem aktor? Ishte një vendim i familjes? I vendose vulën. Ishte rebelizmi jut apo ishte thjesht një vendim i ftohtë se shikoj se këtu pas ka treg, do bëj lek dhe do bëhem aktor, do filloj të luaj filma. Po ta kisha menduar që do bëja lek, do bëhesh aktor. Okay. Jeni sigurt. Nice. Çfarë do zgjidhje? Shiko, ne të ditëlindjeve të 80-s kemi një fatkeqësi që na i kanë imponuar gjërat. Dëshira ime ka qenë të bëhem futbollist, si çdo fëmijë natë, dhe kam pas vërtet dhëna për futbollist. Një ditë të bukur daja im vjen në shtëpi dhe thotë: "Dgjoj, të çoj një ditë te Pallati i Pionierëve." Ish Pallati i Pionierëve, jo nuk e dini se nuk e thash pse? Po kam një shokun tim aty, të shofi, të recitosh, të mund të recitoj, thash jo. Po hajde se dhe ai u bë sebeb që unë sot jam aktor. Sa vjeç ishe në atë kohë, Lorenz? Besoj isha gati 10 apo 12 vjeç. Pas ka qenë herët. Po mirë, ai kishte parë një talent ty po them, për recitimin apo për imitimin apo nuk e di, ë? Daja im është artist për vetë, ka qenë balet maestër. Okej. Në teatrin e operës dhe balet. Kishte dalluar diçka po them. Shifte diçka. E kuptoj. Sot kësaj dite unë i them faleminderit normalisht. Okej. Që ai është bërë sebepi që unë mbarova Akademinë e Arteve, pastaj hyra botës televizionit, regjisë televizive dhe hapa sapi pastaj skena, filmi që më kanë ndjekur. E mban mend rolin e parë? Po, Njerëz dhe fate. Okej. Wow. Çfarë roli bëj aty ti? Rolin e trafikantit të pasaportave, shoku i Florit. Shishi. Okej. Një sekond. Prit. Tek filmi apo te seriali? Te seriali. Është skena ku në fillim vjen Flori tek lokali që thotë më duhen këto pasaporta, ja marr dhe skena e dytë është ku shkoj tek zyra e motrës, që i them atë pasaportën, ta dhëm Florin. Ai ka qenë roli im i parë. Si e kujton? Aman. Mos e shkrep shejt, e mbush shejtan. Ore në ditë e sot me çfarë se mbush po. Si e kujton atë rolin tënd të parë? Është bërë sebeb. Ndjes. Është bërë sebeb Ergës Lubonja. Ai ka qenë asistent në atë film. Unë kam qenë në vit të parë apo të dytë në shkollë të lartë, nuk kjo më këtë kohën e parë apo e dytë sa mbaj mend. Dhe vjen Gysi më thotë, "Do vish të bësh një kinoprovë?" Unë kinoprovë thash. Unë jam akoma rekrut. Hajde ta takoj edhe Ylli Pepon, se Ylli ka qenë regjisor. Ore ti faleminderit, tash po e kam. Hajde më dëgjoj mua. Bëj kinoprovë, thotë Ylli, po ti do e bësh këtë rolin. Nga i moment thash unë jam Al Pacino. Se mora rolin e parë, se kështu do më në akademi dhe fluturon. U bëra aktor. Aty fillojnë peripecitë dhe problemet mbasi ti bën rolin e parë. Se fillojnë
fillojnë gjërat vështirësohen akoma. Komplikohen. Absolutisht po. Sidomos në periudhën kur e kemi mbaruar ne, domethënë, ka qenë shumë vështirë. Se tani kanë filluar të lëvizin gjërat. Filmi ka filluar të lëvizi, teatri gjithashtu. Po pse më duket mua sikur ka qenë më e thjeshtë, po them, edhe rekrutimi i aktorëve në kastimi i aktorëve në kohën tuaj. Domethënë, ekziston më tash, hajde të takoj me njërin. Tani ekziston më kjo? Hajde takoj me njërin. Jo, tani ndodhe kundërta. Tani nuk e merr vesh kush po bën film dhe kush është në treg. Ashtu ë? Tani mqifen. Ose nuk të sugjerojnë, ose pikërisht pra. Është shumë e vështirë të sugjerojnë. Tani gjithmonë duke krahasuar sepse secili sepse secili krijon atë aureolën e vet, atë kastin e vet, atë shoqërinë e vet. Si grupi mbyllur po themi. Bravo, si grupi mbyllur. Pikërisht. Ne I marrim vesh mbasi janë bërë audicionet dhe e bukura është ai që ka po ti pse s'erdhe burr? Po ti pse si e telefonit, valla se ma ke numrin, po sa ti duhet të më kujtosh, unë të kujtoj ty. Se kam bërë kurrë dhe nuk e bëj dot. Pikërisht. Po duke krahasuar pagesat në atë kohë me pagesat sot, gjithmonë për vlerën që kishin parat në atë kohë dhe për vlerën që kanë parat sot. Çfarë diferencë ka? Jo, unë atë kohë rolin që bëra nuk u pagova se ja kërkova vetë, nuk du pagesa, është kënaqësia më e madhe që unë të marr pjesë në një ishte për herë e parë. Dhe pastaj u pendove, se nuk ishte kënaqësi, po Jo, po me famën që mori ai serial. Ti jemi sinqert, nuk mbaj mend në më ka dhënë ylli apo jo. Tu I kërkoj ndjes. Unë për vete I thash jo, biles faleminderit që më bëre pjesë të kësaj. Kurse tani pagesat aktori duhet I vërë një tarif vetes. Okej. E ketë shtrenjtë tarifën. Okej. Urdhë. Varet nga produksioni. Okej. Për të shakave, varet nga produksioni, varet nga skenari. Okej, sigurisht. Bja ta bëjmë një pyetje. Kush është roli ose filmi që të ka shpërblyer më shumë financiarisht, po themi? Filmi. Guximi I Drilonit. Okej. Në fakt me Driloni ke pasur disa bashkëpunime. Ka qenë Egoja I pari dhe më pas Guximi. Se sa financiarisht më tepër Guximi më ka kënaqur profesionalisht. Okej. Është një rol që unë e kam bërë me shumë dëshirë dhe I kam thënë 100 herë Drilonit faleminderit që ma dhe mundsinë. Dhe domthon deri tani për mua në film është roli më I mirë që kam bërë. Okej. Pra, roli te Guximi është roli më I mirë që ti ke bërë, por për mua, po publiku nuk e di se sot. Po patjetër që një aktor ka ambicjet e veta dhe cili është roli që ti do doje patjetër ta luaje. Shiko, tani mua më kanë provuar vetëm në role po themi negative, role të egra, po kemi parë kështu. Se kam një prerje që thon sa I egër ky jo nuk kam. Prerje siciliane kështu. Do doja që të më jepin mundësia të luaja në një komedi. Në një komedi. Në film komedi. Okej. Domethënë dramën e kam provuar, aksionin e kam provuar, jam okay aty. Dua të provoj anën e kundërt. Sa beson që do ishte e pranueshme për publikun kur është mësuar të shohë tek këto rolet që ti thet, si ato rolet antagoniste po I quaj unë. Shiko, kur publiku shef komedin fillon qeshe dhe kënaqet, po hajde merru me aktorin që e luan atë komedin. Çfarë sfidet që ka? Sepse është e vështirë. Është një fije perje ndan tragjedin nga komedin. Okej. Domethënë ti që shef komedin qesh, po ti qesh me hallin tim. Unë realisht kam hall. Unë realisht kam hall. Ti ndërkohë të bën të qeshësh hallim. Unë ja kam arritur. Okej, super, interesante. Tani ti ke luajtur në teatr. Po. Dhe kjo është një pjesë që unë e kam shumë për zemër. Se teatri është po themi diçka më elitare, mbas edhe prova më e madhe që mund të jap një aktor. Teatri e sprovon vërtet cilësinë e aktorit. Teatri është ai arti I vdekshëm që luajtë sot vdiq, nesër do e luash prapë, po se luan dot si sot. Shumë e vërtetë. Cili është roli yt më I mirë, se ai nuk mbase se vlerëson dot roli që ty të ka shijuar më shumë në teatr. Unë teatr kam pasur shumë bashkëpunime me Elma Doresin. Regjizore shumë e mirë, ndër më të mirat për mua. Kam pasur gati 5 apo 6 projekte në Metropol. Po themi Karnavalet e Korçës, po themi prallë nga e kaluara, që I kemi vënë, që unë kam pas rolin e Trimit, rol shumë I mirë. Jo 14 vjeç që dhëndër, jo filmi, teatri. Po pra po. Është domethënë është përpunuar e gjitha. Po, është përpunuar e gjitha. Shumë interesante kjo pjesa. Shumë.
pastaj ka qenë një tragikomedi që ka qenë Trimendje në Ankand. Me qira fjala, domethënë ti ke pas një rol vështirë tek prallën e kaluara, se duhet të rivalizoje, po themi Xhevdet Feri në një kuptim, ai në kinematografi, ti në teatr, po të gjithë personazhet aty në skenë u hiperbolizuan. Dhe ti shikoje një Trim në thonjza idiot. Fakt unë për Trimin gjithmonë kam menduar. Ky ishte një Trim me sy të çakërritur që Marigoja e rrihte. Marigoja zonjë gru. 2 metroshë. Duhet ta luash komedin patjetër. Patjetër. Domethënë un haja dru publiku qeshte, kupton? Domethënë kjo është ajo që me hallin tim ti qesh. Ja. Sa ne i duam këto skenat e dhunës, po e quaj unë, edhe pse ajo ka qenë pjesë e një komedie, po publiku shqiptar duket sikur ka shumë qejf. Dëgjoj, Dhe Trimi pastaj fillon të vajtonte. Po. Dilte me 3 miqtë edhe fillon të Dhe ata prap qesh. Qeshnin the. Shiko, ajo që unë arrit kuptoj është që ti je një aktor që si personazh ke shumë për të shprehur. A e ke gjetur vetëm, po them, në një rol teatri që ke arritur të shprehësh shumë nga vetja, apo në një rol teatri që s'e ke duhet akoma për të shprehur diçka? Shiko, mua Birçe Askëm ka cilësuar aktor karakteresh. Po. Domethënë unë akoma s'kam marrë një tekst në dorë që të kem peshë kryesore. Unë gjithmonë kam pasur karaktere specifike që kanë spikatur dhe kanë mbetur në mendje. Dhe Birçe gjithmonë ma thoshte, mos syno gjërat e rolet e mëdha. Se roli i madh. Pra, roli i karakterit është ai dytësor i pasvendësueshëm, ëh? Bravo. Që bën në thelb mendoj unë e bën filmin apo teatrin. Që ai mbetet. Po, ai mbetet, po. Dhe un jam te rolet e karaktereve. Gjithmonë më spikasin rolet e karaktereve. Dëshirë kam të provoj një peshë të kryesore, se kam provuar akoma. Po deri tani jam i kënaqur. Mbas se kjo është një mundësi e mirë për ta kërkuar. Absolutisht. Jo duke thënë jam i kënaqur, duke thënë që dua ta provoj. Absolutisht që dua ta provoj. Po edhe këto rolet e karaktereve mua më shkojnë shumë. Absolutisht. Ke kohë më shumë ti punosh. Po. Rolet e karaktereve që nuk kanë peshë kryesore, sepse sa peshën kryesore që ti e nga fillimi në fund dhe bëhesh telef. Ja vërtet. Lorenz, çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Më pëlqen muzika e qetë. Mendova se dëgjoj maj. Të gjithë në kolazh. Mund ta vësh kolazh të tërin, nuk ka problem. Do shkojmë tek hapësira muzikore. Sa do shkojmë ke maja, okej, muzikë kolazh shumë i gjatë dhe nuk e çojmë. Waves nga Dan Levis, edhe rikthehemi prapë për të vijuar. Vazhdojmë me bisedën. Ne kemi qeshur ndërkohë. U kthyem nga kolazhi i majës. Po. Se nuk ishte perl, faleminderit. Ishte perl, faleminderit. Por jo. Ka shkuar shumë virale ajo batuta. Nuk e prisim. As unë as Driloni as në kur ka shkuar virale, thash Drilonit, ku e gjeta atë batutë? Më ka ardhur rastësisht. Se dia se do bëj kaq virale, po të më vjet mua maja, thash virale do bëj atë për të. Ore, të ka shkar në njërë situata nga dora si aktor apo si regjisor? Në shkuptim ka shkar Që ka dalë situata nga kontrolë? Çdo aktor ndihet ka një moment në skenë, ka një blackout. Le të dali kush të doj që të thotë jo, s'kam. Po cili ka qenë një moment që ti e mban mend skuqesh, mbyll syt sa herë kujton? Të vjen mos të kishte ndodhur. Ka kapë qeshme në skenë. Me çfarë? Do të thënë si ka ndodhur? Kemi qenë në shfaqjen në Mos Gaboj me regji të Ervin Çulit, Hijet e natës, ne pas Partizanët, që futeshim në fund. Teatri Kombëtar. Ka qenë Bert Dernika, Raimonda Bulku, Raimonda Bulku. Ne futemi dhe Berti që pse aktorët domethënë të ngacmojnë shumë me njëri tjetrin. Berti thotë, sa e mirë që ke bërë sot monda. Hajde të thoshim batutën e ndal. Po nuk ishte pjesë e skenarit? Ajo që tha Berti? Jo mor. Po jo më ngacmon dhe mondën. Ngacmojnë, aktorët ngacmojnë shumë njëri tjetrin. Të merr, ne ka me dëgjum. Sa zjatën. Kemi urdhër t'ju çojmë komand. Po si regjisor kanë ndodhur kështu situata të sikletshme. Po si jeti si regjisor? Po mirë më duket mua.
Për të aftësive profesionale, domethënë. Okej, heqim anën profesionale që normalisht aty apo s'do duhet të jesh korrekt edhe. Absolutisht po. Unë jam shumë në thonjza, shumë karagjoz në regji. Domethënë dua të mbaj atmosferë me të gjithë. Përpiqem të mbaj një atmosferë me të gjithë. Ndikohemi shumë nga të ftuarit, ndikohemi shumë nga batutat e momentit dhe pastaj aq duam. Dhe pastaj moderatori duhet heq kufjet. Nëse nuk do që të plas aty në qeshur. Ka bërë Vakiqi, ka hequr kufjet. Cili ka qenë moderatori që ke punuar më thjesht me të si regjisor? Po ka qenë Alsat, po përmend Ger Çaçanin, Pandi Gjatën. Natyrisht këtu në top tani që jam me Bjetën, që jam super komod, është një moderatore shumë komode, një autore shumë e mirë, një njeri shumë i mirë. Kam bërë me Eni Vasilin, kam punu. Kam pas në Alsat flasim gjithmonë. 2 vite përpara, kam punu 12 vite në Alsat. Kanë qenë moderator komod. Eni ka me ato të vetat që ka pasur më potencë, kurse me Ger Çaçanin kam pas edhe raport miqësor edhe shkonte Karagjozliku. Çiko, unë jam edhe moderator, edhe e di shumë mirë këtë kimin bashkë me Violën, e dim shumë mirë këtë kimin që moderatorët kanë me regjisorët. Unë jam edhe moderator, sikur po shtregon një film nga e kaluara, po këtu çaj. Dhe një film nga e kaluara, një prall nga e kaluara është në fakt një pjesë që i ka luajtur edhe Lorenzi. Nxirret, çka ku do të dalësh? Ja ndërpreva mendimin, ja ndërpreva. Na ndodh kjo zakonisht, ja ndërpres si mendimin njëri tjetrit. Po goxha kimi qen ka. Super mirë. Jo, nuk. Nuk bëhet fjalë, domethënë moderator, jo këtu se këtu jam moderator. Po moderator po them në televizion, e kupton? Dakor. Edhe e ke parasysh se çfarë dhe kimia me regjisorin është e jashtëzakonshme. Shiko, për të shakave. Është ajo që e bën ditën, e kupton? Nëse nuk është ajo kimia, nuk bëhet puna. Nuk ndodh. Domethënë po të mbahet një distancë, unë jam regjisori, unë jam autorja, edhe nuk ka për të dalë. Vazhdoj që është punë e përditshme dhe bëhet e mërzitshme, bëhet e lodhshme. Ashtu si në shfaqje. Po themi kemi 2 aktorë që flasin me njëri tjetrin. Nuk shkon. Do flasësh vetëm në role, kupton? Ndonjë rast të tillë kur 2 aktorë nuk flisin me njëri tjetrin. Jo, kam, po nuk përmendem. Jo, sigurisht, jo. Nuk kemi pse futemi tek pjesa. Ka plot. Po domethënë si është kjo? Domethënë aty edhe mund të qeshin dhe mund të puthen, mund të ketë. Po pra, si është ideja? Mbaro dhe prihet filmi aty trap. Se nuk funksionon. Unë këta i quaj profesionist për te të gjithës. Normal. Jam profesionist. Futet në skenë, ka profesionin e vet. Për mua nuk është normale dhe nuk është mirë. Çfarë roli s'do bëje kur? Asnjë rol. Do t'i bëje gjitha rolet? Po. Okej, nuk ka asnjë limit? Në momentin që kam marrë përsipër të bëj këtë profesion, jo. Okej, e qartë. Tani ti që bëre këtë pyetjen. Po. Ku e kisha hallin e limitit ta marrin vesh? Jo se, majën ma vure që parë tashisht. Jepi. Jo më thjesht pyet. Jo, e për i shokun time kam edhe unë, se kam për vetë. Pyes për kuriozitet. Vijë që deri në fund kurioziteti ç'ke. Pyet për kulturën. Po, shiko, zakonisht duhet lëm pak kuriozitet, ë? Veç që ti s'më ktheve ti më ktheve. Çuça, unë i thash ta vej kolazh aty ti. Kalon tek dublime. Okej. Jepi. Ka nisur sa vite më përpara, shumë vite më përpara. Që kur është hap digital bi, po themi? Ke mbi 20. Po, mbi 20 vite. Po, hajt rrumbullakosi 20. Okej. Personazhi i parë cili ka qenë? Se mbaj mend. Po si u futet ti në botën e dublimeve? Kush ta dalloi zërin që bën edhe për këtë punë, se edhe kjo është aftësi. Ne kemi qenë një grup të akademisë. Studio Jazz ka qenë sipër ngjitur me akademinë, tani nuk është më. Aty shkuam për të bërë një provë. Qëlluam. Po them një detaj. Kur ka ardhur me të drejta filmi i Patokut Donald, që ishte Disney, ata thanë do na sillni 5 zëra për Donaldin. Dhe ne do ju themi kush do e bëj. Kanë kthyer përgjigje, kanë pranuar zërin tim. Okej, dhe aty filloi karriera jote në. Jo, kjo ishte shumë mbrapa. Po them një detaj. Ata ishte me të drejta i filmi dhe ata donin të dinin kush do i dubloj këta personazhe.
dhe tha për secilin personazh do më sillni 3 deri në 4 zëra. Dhe ne do i themi ky do e bëj këtë, ky. Dhe zgjodhën këndin. Po. Shumë interesant. Cili ka qenë personazhi më i vështirë që ke dubluar, që ta ka ngrënë shpirtin në kuptimin e plotë të fjalës? Po themi aq i bukur dhe sa i lodhshëm ka qenë Kusko. Megjithatë, Po sepse ka qenë një personazh që lëvizte me zërin në çdo moment. Domethënë çdo lëvizje fizike ti duhet ta tregoje përmes zërit. Domethënë ai kur ishte njeri kishte zë tjetër, pastaj kur u kthyen një lama kishte zë tjetër. Dhe kishte ka pasur luhatje emocionale si personazh se Pas ka qenë bipolar. po. Ka pas luhatje emocionale si personazh. Sa të lezetshme janë në filmat vizatimor sa domethënë fëmia e shef kënaqet me atë. Ai ka pas vujtje të brendshme si personazh. Nga njeriu kthyen lama, peripeci, njërin tjetër ndërsa u rikthye prap nuk ishte se Megjithatë është një personazh shumë i bukur. Dhe ti e ke luajtur shumë mirë. Tjegon ke një personazh preferuar nga këto që ka dubluar Lorenzo? Kuskon. Po e thash në fillim, Kuskon. Po. Edhe lemuri ka qenë te Madagaskari. Edhe lemuri po. Sepse ka qenë një impostuar. Moris. Lemuri fillon këndon atë këngët, ëh? I like to move it. Po, e vazhdojmë se unë po kërceja. Ti vetëm kërcen, ë? Edhe Alvinin e ke bërë ti, ëh? Kë? Alvin, po. Po. Atë e kam pasur shumë qejf. Edhe Alvin është një personazh shumë i bukur. Domethënë nga ka të tre ata ke trushit, ky ishte më harrakati. Ku e ke gjetur ti më shumë vete nga të gjithë këto role? Kush të duket personazhi më pranë vetes tënde kur e dublon? Më Lorenz kur dublon. Alvin është njëri. Okej. Po edhe Dafi edhe ky Patoku Donald. Sepse ti ke bërë edhe Rosakun edhe Patokun. Po ti e ke bërë Rosakun? A çfarë fra? I madh. Shef shejkën. Ai kur flet ka Është dhuq. Po. Ka dhe një sigur bështyn. Po. Ai është tmerr i vështirë. Okej. Dhe e bëj gjithë me zërin tim thonë, ama se ti pe bën zërin dhe në kompjuter ta rregullojnë, jo valla jo. Ashtu nuk funksionon. Jo, duhet ta bësh. Po nuk bën. Duhet ta bësh. Çfarë ndodh me zërin pasi ke përfunduar me një film vizatimor? Siç e shikon. Sa ditë duhen për t'u qetësuar? Atë kjo kalon në anën profesionale, pasi që ti duhet të dish të punosh me regjistrat. Dhe mos dëmtosh fytin. Për shembull kam një mikeshën time, shoqe aktore, s'dua t'ja përmend emrin, ka në dublime ka dëmtuar kordët. Dëmtoi kordët. Ti nuk e pasur ndonjë rast të tillë? Fatmirësisht. Fatmirësisht jo. Që kam pas personazhe dhe por dita ruaj zërin. Është e rëndësishme se ka profesionalizëm pastaj. Bugs Bunny ti s'e ke bërë, jo. Bugs-in jo. Jo. Bugs Bunny e ka bërë në mos gaboj Tan Boriçi. Bugs Bunny. Interesante. Ne të dy kanë pas Bugs-in me Donaldin, me Dafin. Po një personazh vizatimor që ti e ke pasur shumë qejf doje ta bëje, po s'ta kanë thënë. Diçka që të ka ngel peng. S'di të them. I kanë bërë të tëra, nga Karagjozi ke Seriozi ke të tëra, domethënë nuk më kanë ngelur gjë pa bër. Lorenz, këto po them dublimet e animeve japoneze apo të DC-s, nuk e di të. Në më që për shembull ky Lupeni ka qenë japonisht fillim. Po, Lupeni po. Nuk kanë bërë të Lupeni Zazan. Në fillim kanë bërë Zazan ke Lupeni. S'ka lënë gjë pa bërë, mos ka lënë. Lupeni ka pas bërë në Liçaj? Po, Neri ka qenë Lupeni. Na ka rritur të gjithë. Ja, me këto duar. Me ato zëse. Se duar tha. Me ato duar ngelet qefi mamit të shpinit. Po ta qoj këtë. Për çfarë sakrifikova, për çfarë mundova gjithë jetën që ti të dalësh në mos mirë. As tashin çikti, ha. Ndjekin ato aty mbajnë gjatë gjithë kohës te kinoteka. Do vazhdosh apo të vazhdoj? Do kujt i bie apo kështu e kemi me kujt i bie 51. Çu kemi nisur sot? Kujt i bie 51? Jo, nuk do vazhdojmë sepse Razilia. Do të shkojmë në një hapësirë tjetër muzikore dhe do rikthehemi se nuk të lëm të ikësh kaq kollaj, jo. Ktu jam. Do të shkojmë tek Heaven nga Julia Michaels.
Ja ku rikthyer, jemi me Lorenz Kajën edhe me Violën këtu në Kinotek në Sol. Lorenz, se më kujtova me këtë me South Parkun para se të futeshim që ke luajtur Erikun. Ke luajtur personazhi që ke shar, po them, ose në Ky ka qenë i vetmi Eriku. Vetëm Eriku, ëh? Dhe këtë film e ka Çfarë marrë. thoshte Eriku se unë se mbajmë. Është orari pa përshtatshëm për të E bërë bëjmë Eriku. me pip. Ja. Është e famshmja ajo që ka dalë edhe në YouTube, që janë te klasa me profesorin. Çfarë do të ai profesore? Se lajmën. Jo, është vërtet shumë banale, nuk Okay, jo, është, po nuk e shumë di. është Të tmerrsisht shumë banal. Sikletosën e çika po. unë. Po kur është sikletosur, po themi që ka dubluar aty aktor si profesor Gzim Rudi, Ledio Topalli, nuk ka pas siklet. Unë atë e kam marrë, kam bërë me shumë qef. Përkthim, përshtatje, se e di si ma sollën përkthimin e asaj mua? Me një gjuhë letrare të ëmbël, ua budalla idiot. E një gjuhë anglishtun e ishte Pa, ma Kokos, kush flet lulet nga ball. ne ashtu në shtëpi më? Kush flet nga ne ashtu? Me këto terma ato, ua. jo, po domthon përkthimi nuk më përshtatet me atë që dëgjoja. Po është kështu si puna e titrimit, që ai thot fuck you dhe ti e shkruan aty ik pirdo. Ik pirdo. Pipin, teni, pipin se e gonin oli dursh. E mos e pirdu thasi për çfarë. Se të shkisha për të pyetur, po. Lere se haroj. Ore, Lorenz Gjo. Jo, do ta pyesja Lorencin. Tash kjo është pyetje, kthej përgjigje po duash, po të mos dush mos i kthej. Ka dalë ndonjëri nga këto personazhet që ke dubluar në ëndër të ketë dhënë një mesazh. Jo. Pyetja më e çuditshme që më është bërë. Nuk e di edhe mua nga më erdhi, po. Imagjino kuskon që i del në ëndër. Ço mund i thot në ëndër? Ço mund i thot në ëndër? Edhe ndo. Tamam si ke shtëpia jote. Dgjoj, ti ke dubluar një gamë të pafund personazhesh, filmash, videosh. Futa një herë se është hapur një sajt me këto. Po. Dhe kur po i lexoja thash pse unë i kam bërë, domethënë ka është një pikë që nuk i mbaj mend. Jo, përveç kësaj, po a e ke aftësinë që vërtet nuk e di sa mund të jenë aty 10 pafund. Të kesh 10 zëra të ndryshëm ti bësh, se kjo është pak e çuditshme. E çuditshme por e vërtet. Aftësi profesionale. Sigurisht timbri i zërit ai është. Ne përpiqemi Patjetër. të përshtatemi, sepse po themi këto dublimet në japonisht apo kinezisht, kur i dëgjon duken gjithë njësoj, sikur i ka bëj kinez i gjithë. Unë s'po mendoj përgjithsisht për kinezët na fal. Sikur i ka bërë njëjti se kanë një. Ka pastaj personazhe që po themi këto filmat, edhe i kemi përshtatur ne vetë zërat. Po. Realisht duket sikur ishte bër edhe gruan e kishte bë burri, ose edhe burri ka bë gruaja. Po. Ne i kemi përshtatur vetë, ka pas. Interesant. Dukshëm është një punë goxha e vështirë që Është shumë e vështirë, shumë e kërkon bukur. aftësi dhe talent. Dhe mua më vjen keq që ka filluar të zbehet. Dublimi. Po. Po sepse ndoshta tash të rinjt e njohin edhe anglishtën më mirë, gjuhën e huaja më mirë, edhe dublimi u vjen pak më. Pastaj ndoshta Ja, po kanë s'ka lezet të dublues tjetër. të mirë, mor. Tingëllojnë ndryshe filmat e dubluar në shqip. Sigurisht më, po pse ty të pëlqejnë të gjitha kur shef italiani, të shef në një gjuhë tjetër përveç italisht? Jo. Japonisht po. I ke gjithë- Ose në origjinal në japonisht, po them për animet, ose në italisht po. Është e vërtet. Mua për Dublimi në shembull, italisht unë po përmend është ndonjëherë më Shreku. mirë, është më mirë se Absolutisht. origjinali, ndonjëherë. Italiani transmeton vetëm italisht. Pse ne nuk mund të mos transmetojmë vetëm shqip? Vizatimorin, artistikun. Po, a ka sot më filma vizatimor si dikur, se ti besoj edhe këtë e ke ndjekur me shumë vëmendje, pra ata ato filma që shohin fëmijët sot, a janë njësoj në tematikë dhe mesazh dhe në mënyrën se si edukojnë, se qëllimi ky është edhe ta edukojnë fëmijën, si ata dikur. Shiko, ne kemi pas pa për shembull Tommy e Jerry dhe kënaqeshim. Po për mua Tommy e Jerry ka qenë i dhunshëm. Ata vetëm rrihen me njëri tjetrin. E kam thënë dhe një vend tjetër dhe më kanë thënë, "O, po ta mendosh thellë, po ata transmetojnë dhunë." Tommy dhe Jerry transmetojnë dhunë. Rrihen. Dhun të papar. Me lopata kokës, domethënë çfarë tmerrshme. E shef fëmia atë, do marri do të dëgjoj ty se ka pa Tommy e Jerry, po themi. Në këtë sens mua nuk më duket shumë
edukative. Okej. Po të marrim anën tjetër pastaj të kënaqësisë, të alegrisë, të karajoslikut apo të Po për mua në atë kohë ato transmetonin dhunë. Ja kuptoj. Po ka pastaj edhe filma vizatimor të tjerë. Unë me këtë sy e kam parë, ndoshta ja kam gabim ndjes, po unë me këtë sy e shoh. Jo, padyshim nëse këtë e mendon pak më gjatë, domethënë dhe për te një film vizatimor se po e sheh fëmia, patjetër që secili nga ne biem dakord në këtë pikë. Kështu që kur e dublon një personazh për fëmijë, e imagjinon se si do e dëgjojë një fëmijë? Sigurisht. Është si puna e regjisorit kur është në pult, atë që unë do shtyp për të parë e shohin 2 milion sy. Ashtu edhe kur e dubloj e dëgjojnë 1 milion fëmijë. Po. Duhet të jesh sa më afër me ata dhe unë jo më kot juve që thatë zëri ku e dëgjoj ka mbetur, mbetet dhe kjo është gjë e arrirë për mua. Që mua sa më dëgjojnë kthejnë kokën. Ku kam dëgjuar të zërin. Kthejnë kokën një nga televizori, pastaj kuptojnë që jeti nuk është televizori. Shiko, dy pyetje të shpejta doja të bëja duke u shkëputur pak nga dublimi dhe do rikthehemi përsëri prap tek dublimi. Atë ka ndodhur ndonjëherë Lorenz që një skenë të vështirë ta shpëtoi thjesht shikimi i një aktoreje të bukur? Jo. Okej. Jo, s'm ka ndodhur. Më ka ndodhur të harroj tekst në skenë, po. Okej. Në teatr. Në teatr plas. Okej. Dhe kam pas kolegun që ka bërë për po themi një 15 sekondë apo 20 sekondë edhe tekstin tim dhe pastaj më ka riardhur. U lidhën fiet. Po. Ti do më thoshe kështu. Nëse ti do më thoshe kështu, e kape. Po kam pas moment. Sa kohë të dashur për ta marrë veten, se kam përshtypjen ka dhe një lloj përjetimi emocional nga ana aktorit momentin që i ndodh një blackout i tillë në skenë, sidomos teatr, se pastaj në xhirime filmi është plotësisht të gënjejmë kot themi 1 minutë 2 minutë, është punë sekondash ajo, 10 sekonda. Po të duken si 10 orë. Hajde fol me mua si aktor. Është moment jashtëzakonisht i sikletshëm, djerës të ftohta është. Unë vetëm harron. Harrohet tek black të pritet. Më ka ndodhur. Duhet kuptoj edhe një gjë tjetër. Ti ke luajtur filma, ke luajtur teatr, ke luajtur me aktorë të mëdhenj, me njerëz të famshëm, si e menaxhon po them egon e këtyre njerëzve të famshëm, pra si vendos limitet në bashkëpunim në skenë. Ai famshëm është vetë. Jo, patjetër mor, nuk rregullon. Me majën të parë tash po faleminderit, tash e rregullon. E gjeti momentin të duhur, e kapi. Çiko, në mënyrë që produkti të dalë në fund, pra të mos ketë ngecjen, mos ketë kur ja akoma në bangat e shkollës, normalisht do e kesh atë distancën, atë sikletin, absolutisht po. Un kam lyt me të madhin Berndrenika. E shikoja kështu, se isha akoma student. Kam lyt me të ndjerin Fatosela. Ishin aktor, pedagog, dhe rik shtu. Ishin figura referencen. Sot unë pa frik, brezin tim, i them koleg, nuk mundem të ndihem inferior. Absolutisht po. Njësoj. Pra këto janë limitet që vendosni mes njëri tjetrit. Duke ja po e rregulloj, duke qenë se jeni të gjithë të famshëm, jeni të gjithë me ego të madhe, po them. Jo, nuk do përdorja fjalën të famshëm se sa profesionist. Okej. Janë të gjithë profesionist. Nuk domethënë unë nuk mund të bëj dallimin ti je më i mirë apo unë më i mirë, jo. Secili ka ka rolin e vet, ka korsinë e vet, po themi. Okej. Tash, më përpara po jam ndjer goxhan siklet. I shikoja unë këtu dhe se është më se normale. Është më se normale. Vlerësimi është shumë gjëra. Epoka. Po sepse i ke parë në televizor dhe pa pritur ti në skenë me atë. E s'di si të raportosh. Një sekond, prit. Por për njëjtin brez ndjesia është ndryshe. Absolutisht po. Absolutisht po. Për sa kohë të gjithë janë profesionistë të një fushë dhe koleg në fund të ditës. Tani pa humbur kohë, sepse kemi kohën pak të limituar. Kemi
2 lojra për të bërë? Po. Loja e parë është sa mirë e njeh veten e dubluar. Do të përmendim disa personazhe nga ata që ti ke dubluar edhe shkurtimisht ndoshta një batutë të shkurtër. Nga secili. Çfarë mban mend ti po themi kjo? Kalojmë thuaj nëse se mban mend. Inshallah më vjen në mendje. Do ta nisësh apo ta nis? Nise ti. Okay. Gentleman. Po e nis me Perandorin Cusco. Izban ti o ti po izma. Vazhdojmë. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Biskota. Po jamun Shrek. Alvin. Nuk tu s'më vin batutat e tij. Okay. Ne e kuptoj. Lejleku. Te Kung Fu Panda. Jo, s'më vjen, e di. Ja kam bërë Lejleku, po s'më vjen as timbri as fjalë. Okej. Donaldi? Paçoku Donald. Ka pas një të bukur Donaldi. Në Vask. Lahi dhe unë e shqipërova. Roshat letë lahen brenda në lishen, kokën gjyshin poshtë, byshën lartë ngren. Dafi. Ja qeshet. Dafi. Dafilak. Edhe i në të njëjtin si Donaldi është po vetëm se është pak me shusha, është fufuq. Jej mbat. Salty. Po ma the kush është ky dakord. Duhet ke qenë tek vitet 2000. Po më shumë gjatë. Vazhdojmë tek Radhës. Gjeku, Miu. Se kemi Ai Miu është i vogël, mos e 3 orë me Egorin që diskutojmë morë si ka ky Jack. Jaq shkruhet atje. Jack po. Pa emër mos e lër, nuk e mbaj mend. Okej. Simba. Simba, po unë kam bërë Simba në vogël. Ke bërë të voglin po. Kam bërë të vogël. Po të voglin. Ka qenë pak i impostuar. Kam shkuar te i vogli. E kuptoj. Kam shkuar këtu. Minion. Po minionët. Po minionët flasin 2 batuta. Edhe Peter Pan. Peter ka qenë një personazh po themi pa impostim pas një që kam detur në zërin tim. Ke qenë në zërin tënd. Kam qenë në zërin tim. Ndoshta pak një intonacion më poshtë për ta bërë pak më të vogël. Po ti sot je një Peter Pan? Po. Okej. Po, është shumë interesante. Tani, vazhdojmë na. Vazhdojmë. Tash i lozim me Zara më duket. Po. Se loja me top mbaroj. Jo, është edhe një lojë tjetër. Sa ta gjesh ti jashtë zërit. Tu bëhemi pak më serioz, po. Po, më serioz. Me demek. Bëhemi ne se ti mund të jesh si të duash. Hajde se bëjmë nisum kësaj here. Qa koordinimi që kemi? Sorry ma. Skandalo. Mos ta merr mësysh. Kush ta ka marrë mësysh sot ne? Kush ta ka marrë mësysh sot ne? Nuk e di. Çka ka ndodhur? Mirë, Lorenz, kur je i heshtur, çfarë zëri të flet nga brenda? Gjithmonë zërim. Pra cili nga zërat që ke dubluar apo thjesht zëri? Ja, nuk e nga ndërgjegja. Ja. 2-0, nuk është s'më le. Jo. Cila është fjala që e thua më shpesh dhe pastaj pendohesh? Unë s'para pendohem për gjërat që bëj. Dhe di pse? Sepse u bë dhe nuk kthehet më mbrapsht. Okej. Bukur. Në cilën situatë do kishe dash pra të ktheheshe fëmijë vetëm për 1 minutë? Në cilën situatë? Fëmijë kur isha i vogël. Po. Situata kur u ndan rrugët për të bërë ose aktor ose futbollist. Se do të jetë bëhesh futbollist. Po e them prap po. Okej. A ka diçka që të bën të qash apo të prekesh shumë? Do thon, çfarë të bën të qash? Kur kujtoj. Unë vëbas që ti je njëri super emotiv. Po, e vërtet është. Ç'është një horoskopi ishe? I kështu vjegjëresh. Prandaj do t'i duaj të gjitha rolet. Kur kujtoj në nënën time që se kam më. Kjo më bën gjithmonë të përlotem. Është e freskët, u bën mbi 2 vjet e gjysmë që nuk e kam më. Okej. Kjo është ajo që më prek më shumë. Se nuk e them dot më fjalën nën. Kjo është e gjitha. Jeta kjo është. Okej, duhet i pranoj të gjitha. Por e di pse të falenderoj që e përmende këtë dhe
u tregove burr për ta ndarë, se zakonisht ne jemi shumë të ngurt kur bëhet fjalë për emocionet, po të falenderoj që e përmende sepse mbasi një pjesë e atyre që na dëgjojnë në këtë momente kanë vërtet nevojë që dikush t'ua kujtojë që prindrit nuk janë për gjithmonë, edhe të kalojnë sa më shumë kohë tjetër e mundur me ta. Duajini se janë gjallë dhe respektojini dhe bëjini të lumtur. Është gjëja më minimale që mund të bëjnë. Kur si ke, i kujton dhe nuk ke ç'bën më. Është cikël jete, duhet i pranojmë. Vetëm mos na e bëj më këtë që të kalojmë nga situatat emocionale, pra nga Njeriu kështu është i përbërë nga emocionet. se nuk e kemi aftësinë tënde. Shiko, unë mbajta veten mos, edhe mund të më rëshkisën në i lot, po. Edhe është krejtësisht normale. Absolutisht. Për sa kohë ne jemi këtu, do qeshim, do qajmë, do zihemi, do bërtasim, do ulërasim. Për të zënë s'më ke mua, po. E çuditshme kur e shef Lorenci, domethënë që ka luajtur të gjitha rolet, edhe rolet po them jam shumë i qetë. Si tip jam shumë i qetë. Nxehem në raste, habiten në punë ndonjëherë kur më shohin të shpërthej. Dhe gjithmonë thon, ke drejt, ti nxehesh në herë, po kur nxehesh pas ke pas drejt. Dhe inati im është vetëm 5 minuta. Dhe jo më shumë. 5 minutë. Jo, dhe fare. Dhe meqense ti ke punuar gjithë jetën tënde me zërin, në skenë, në teatr, në dublim, cili është zëri që nuk do doje ta dëgjoje kurr? Që s'do doja ta dëgjoje. Që s'do doje ta dëgjoje. A ke një zë që nuk do doje ta dëgjoje? Se di, askush nuk e ka treguar, po zërin kur të vjen të merr vdekja. S'do doja ta dëgjoje kurr. Pavarësisht se do e dëgjoj sepse kush ka lindur do vdesi. Është cikël jeta. Tani ne do ta mbyllim prapë me lojë, Lorenz. Prapë? Po. O çuna hidhen atë ping-pongun ata. Pallaskat, se tavolinën e kemi, ha. Ja do hedhim kështu kokofshka. Sa po ato hahen e di unë. Po. Prandaj kemi mes këtyre personazheve që ne i përmendëm edhe më përpara, po tani do duhet të zgjedhësh, pra, deri në fund kur të arrim në një fitues. Perandori Cusco apo Scooby-Doo? Cusco. Okej. Cusco apo biskota? Cusco. Pas kam vendosur më të mirë në fillim. Okej, Cusco apo Alvin? Ndroje çik për efekt lojë. Prandaj Alvin. Okej. Alvin apo Lileku te Kung Fu Panda? Alvin. Okej. Alvin apo Donaldi Patoku? Patoku. Okej. Ja vlen. Donaldi apo Daffy? Ja, el clasico. Ju të dive, tamam el clasico. El clasico kjo. Është derbi. Derbi. Po them Daffin nga që është më i vështirë në dublim. Okej, Daffin apo Saltin? Ta kishim kalu te Xheku se Salti se mbante. Sa ma mendetimi. Ore ti rofë që ishe sot që na shpëtove se ne që jemi kështu sot s'po kombinojmë fare jeve. Shof, s'ka nevojë. Jepi e gon. Mirë, Dafi apo Xheku? Dafi. Megjithatë Xheku është mjaft simpatik. Okej. Dafi apo Simba? Dafi. Okej. Dafi apo Minionët? Dafi. Dafi apo Peter Pani? Me që unë jam akoma një Peter Pan, po them Peter Pan. Dhe Peter Pani është fituesi. Dhe Peter Pani është fituesi. Ne urojmë Lorenz të mbetesh gjithmonë një Peter Pan, jo vetëm ty, po të gjithëve, edhe mua, domethënë edhe vetes, edhe Gonit. Nga brenda është mirë të mbetesh një Peter Pan. Po, është mirë të mbetemi Peter Pan. Tani nëse s'ke plane, edhe s'ke gjëra për të bërë nesër, ke mundësinë të shkosh tek Cineplexi në Teg apo në QTU, sepse vjen How to Train Your Dragon. Është një rikthim magjepsës i sagës së dashur që ka pushtuar zemrat e miliona shikuesve në mbar botën. Vjen në një version të ri live action, historia epike e misisë mes vikingut Hiccup dhe dragojt besnik Toothless, dhe merr jetë me teknologji të avancuar, sepse tashmë teknologjia është pjesë e çdo industrie. Jo vetëm për ty Lorenz, po edhe për ata që na ndjekin dhe s'kan plane se çfarë të bëjnë ditën e nesërme. Rezervoni ulset tuaja në Cineplex dhe shijojeni ditën.
Lorenz, ne të falenderojmë shumë për bisedën, ishe fantastik, sa me humor, sa me komedi, po aq edhe i thellë dhe me mesazhe, kam përshtypjen që të gjithë që të kanë dëgjuar të kanë shijuar. Faleminderit juve për ftesën, ishte vërtet një kënaqësi. Kalova një mazhditje shumë të këndshme. Faleminderit se tani që vjen plazhi. Kam vendosur qëllim vetes duhet humbat sa kilogram, se do shkojmë plazh. Po mirë, domethënë ku hyn Lorenci këtu te kilogram? Ora humba 2 kilogram nga çesh. Okay. Kjo duku prap javës tjetër, se pa terapi është. Të falenderojmë edhe një herë. Edhe padyshim presim të kemi prap në Kinotek. Faleminderit edhe juve miq. Mirënjohje të madhe. Natën e mirë. Faleminderit edhe ju miq të Kinotekës. Shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Shihemi.